Vazhdojmë në para e pjetër, në para kefës 1, vargu 3. Qoftë bekuar Elohim dhe i Atit dhe Ati, qoftë bekuar Elohim dhe Ati i Zotit tonë Jashua Mesias. Po, lavdjati është Zotit tonë Jashua, por Ati është krijuesi i qiellit dhe tokës, është Ati Elohim që krijoi Mesian, i cili thot me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Mesias Jashuas prej të vdekurish. Ati jonë na rilindi thot për këtë shpresë, për qytetin e ri e ka fjalën vëlla motër. Kjo trashëgimia për një trashëgimi të pa prishëm. Trashëgimia që ai qytet nuk do prishet. Shkrimi thotë që do ngrihet për një moment, mbasi Satani do lëshohet për një kohë të shkurtër, kombe do ngrihen kundra qytetit për ta shkatëruar. Thotë zjarri, thot profecia, në shkrimi thot zjarri do zbresi nga qielli, do të konsumojë, thot armiqtë që ngrihen kundra qytetit të Atit. Zjarri do të konsumojë siç konsumovi që në kohët e Elias. Një moment, po, më të një sekond, sa të... Gjithsesi, se kjo do pritet, por ja t'japim pak na do akullore ky. Jashua është mbret po vap. Jojo. Ke dazin genti tu. Dhe është dhe hala lavdje. Po thotë, unë po shikoj kukla. Oh my god. Sa të japim strukturën Joelit. Motë lavdje, fjala Joel do të thotë Jahwe është Elohim. Fjala Joel që kam Jahwe Elohim is one? Okay. Jahwe Elohim është një, thot. Ke emrin e tij, Çuçul. Çesti. E zgjodhi gruaja. Emrin, unë kisha një emër tjetër, ndoshta dëgjova gabim. Emri ishte Josaja. Ishte mbreti Josaja që ishte i vogël që restauroi masandaj ligjin e Atit. Unë në Mateu kur para se të linte Joeli mora emrin për të qenë Josaja. Por tani ishte puna e vetit që do pranonte, besimi i saj nuk ishte tani është rritur, po lavdiati dita ditë rritet, por besimi i saj duhet ishte në harmoni, flas për emrin, tash unë e zgjodha dhe afrova vetit dhe thash, okay, zemër, unë po dëgjoj këtë për emrin e djalit tonë. Asaj nuk i pëlqevi. Tash nuk do t'i vinja një emër që ishte në kundërshtim, nuk kishim harmoni në atë moment. Nëse, okay, u luta, vazhdoja të lutem, se tha, dëgjova mirë, unë kur lexova Mateun dhe në Mateu shprehet gjenealogjia e Mesias që vjen masandaj prej tyre. Dhe aty sikur e mora që ati më foli, tash ndoshta edhe gabova unë, nuk e di, ati më fali. Pastaj filloi të shkronte emra dhe pastaj ajo nuk e dinte vëlla motër. Shkroi tha, mua më pëlqen, tha ajo ky Joel, më pëlqen. Unë qesha sepse ajo nuk e dinte për çfarë, po kush ishte Joel, në këtë rast profeti që kemi në Bibël, quhet Joel. Profecitë që fliten akoma, që janë aktive, që nuk janë përmbushur. Joel jetash për lavdit të Atit dhe ka një kuptim ai emër, do të thënë jo do thotë është një formë e shkurtuar prapë e Atit Jahwe. El do thotë Elohim, Jahwe është Elohim. Jahwe është Zot me pak fjalë për ta kuptuar. Por fjala si thash vëlla motër, fjala Zot masandaj e përmendin të tjerët, prandaj unë e evitoj për të thënë okay, Zoti Jashua mund ta them, sepse di që ka të bëjë me titullin. Por kur përmendim emrin me per pasaj për të thënë Atit, prandaj më mirë ndajmë që Elohim dhe Jahwe është emri. Do të thënë Jahwe Elohim do thotë Jahwe është Zot. Prandaj themi pasaj Zoti Jashua, po. Por besoj se më kuptuat. Për lavditat.
A e shikon vëlla motër në vargu 4 që trashëgimia e paprishme ka të bëjë me qytetin e ri. Lavdiati thot, për një trashëgim të paprishëm, të panjolla, të pafishkurt që e ruajti në qell për ju. E ka ruajtur në qell për ju, thot. Që fuqia e Elohim me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtim, gati për të zbuluar në kohët e fundit. Shpresa e ringjalljes, vëlla motër. Tani, ndoshta le ta marrim kontekstin e dur, vëlla motër. Po, është trupi qellor që në këtë rast ai trup, ai trashëgimi i paprishëm, të them të drejtën këtu, po, kishte të bente vëlla motër për të qenë drejtësisht me shkrimin. Interpretimi i kësaj ka të bëjë me ringjalljen. Shpresa të zgjallë me anë të ringjalljes, të them sinqerisht, tani që po e shikoj, po ka të bëjë me trupin ynor, sepse trupi ynor do jemi pjesë e trashëgimisë në qytetin që është ruajtur në qell. Trupat ynor, po, ati na e ka ruajtur, ata trupat ynor, motra e kuptovi sot që ka të bëjë me trupin e pavdekshëm, ati ka ruajtur motër. Ai trup do marrim neve në atë ditë me hapjen e mbyllit të syve, nëse do jemi akoma gjallë në ardhjen e Mesias, siç themi, siç shkrimi përcakton që ka një grup personash që do ta shikojnë Mesian me sy hapur kur ai do vijë në rreth e lavdisë. Ky ka të bëjë me trupin ynor që do na japi lavdiat. Për këtë thot gëzoni, ndose në qoftë se duhet për pak kohë tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme. E shikon motër vëlla. Mos trishtoheni, thotë. E ka fjalën nga ana figurative, ju po ndoshta për herë thot diskurajoni nga prova të ndryshme, thot, por mos e bëni këtë, thot. Por çfarë do të bëjmë? Prandaj thot vllai edhe kur thot tyne. Gëzoni. Gëzoni për këtë çfarë? Për këtë trashëgimi që po vjen që është ruajtur në qell. Për juve, thot, kjo trashëgimi e paprishur, nuk prishet, thot. Po trupi ynor lavdiatit në të njëjtën kohë kemi dhe qytetin e ri që nuk mund ta shkatërrojë asnjëri, thot, është i paprishëm, është ruajtur në qellën e tretë, në të njëjtin kontekst, thot. Që mos andaj ringjallja, qyteti i ri, të gjithashtu mbretëria e Atit do zbulohet, thot, në kohët e fundit, me pak fjalë. Ju mos u trishtoni, thot, por u gëzoni, thot. Dhe se keni prova të ndryshme, thot, dhe Satani ngrihet kundra sepse ti do të zbatosh urdhrimet apo do të zbatosh sabatin, ngrihet në mënyra dhe vëlla motër të inkurajoj për ne që jemi të asamblesë dhe për ty, normal që po e dëgjon, mos u diskurajos në këtë rast kur vinë në këtë rast strukturat dhe për të hequr nga urdhrimet e Atit. Dhe ki kujdes sepse Satani do të luftojë her pas here në mënyra të ndryshme që ti të mos mbas sabatin, festat e tia, urdhrimet e tia, do përdori çdo lloj personi dhe strukture apo dhe vetë diskurajimin në mendjen tënde. Mbaj urdhrimet e Atit, ngulmo në ligjin e përsosur, ti jesh berës i veprës për shpërblimin që po vjen. Mbaj besimin e patundur në urdhrimet e Atit. Mos mendo sepse po mbaj urdhrimet siç mund të kenë menduar disa dhe normal që janë rrëzuar sepse s'kishin me besim. Unë po mbaj urdhrimet siç thoshte dikush, po s'po më ndodhin gjërat. Ndërkohë Ati kishte parë zemër. Dhe Ati shikon në zemrën nëse kemi një besim ndaj Tia, një zemër për të mbajtur urdhrimet e Tia. Po jo të vim me strukturën tonë, unë po mbaj dhe s'po ndodhin gjërat, nuk po marr shpërblim. Është teksti vazhdueshëm që Ati le apostafat vëlla motër dhe duke lënë Satanin, duke hequr ndonjëherë mbrojtjen e tij për momentin, për të shikuar zemrën tonë, do t'i mbajmë urdhrimet e tij apo jo? Do t'i praktikojmë siç ai thotë, strukturën e festave të tija? Po i flasim në përgjithësi për festat vëlla motër.
Ka mësime që vllai ka bërë për specifikën e festave siç mbaj sabati fillon që nga premtja në perëndim të premtes, në perëndim të shtunës. Nuk blen, nuk shet, nuk pastron, nuk në këtë rast bën udhëtime të gjata, nuk punon atë ditë, është urdhërimi që nuk duhet të punosh, të lodhesh. Këto janë ti dhe familja jote. Është e vështirë për të mbajtur, është e vështirë për të ngrënë Pashkën, atë darkën e Atit dhe të kujtojmë Mesian për gjakun e bestridhjes që na futi, kur marrim kupën e verës dhe bukën pa maja, kujtojmë Mesian sepse ai ishte arsyeja që neve hymë për të praktikuar festat e Atit, për të qenë pjesë e mbretërisë që po vjen. Ky është konteksti që flet që më kujtoni mua, kur të merri kupën, kur të merri bukën. Mbani festën e Atit tim siç unë e praktikova. Ndiqni gjurmët e mia. Më imitoni mua ata apostulli Shaul siç unë më imitoj Mesian. Festa e bukës pa maja, masandaj kemi motrën e Luka 23 që e mbajnë festën e bukës pa maja, në të cilën Mesia u ringjall. Nuk u ringjall Mesia të dielën dhe duhet të praktikojmë Pashkën, masandaj të dielën që dekretovi Konstantini, perandori romak, që duhet mbajtur të dielën. E dekretovi ai në 300 canë. Është mësimi që kam folur, adhurimi i vërtetit i kam dhënë në YouTube dhe falenderoj zemrën tënde vëlla motrë nëse po më dëgjon, që ke ndjekur adhurimin e vërtetë në YouTube live ku dola muaj më përpara. Pjesa e tretë dhe flas për çdo strukturë që solli Satani për të na hequr nga urdhrimet, nga festat e vërteta biblike të Levitiku 23, të ngrënies pastër, të Eksodi 12, Pashka. Lexoje një herë Pashkën e Atit si mbahet në Eksodi 12, që për lavditë të tia e mbajtëm si vjet. Siç tregon shkrimi me strukturat, si nga ana në këtë rast e tavolinës, çfarë duhet të ketë dhe çfarë duhet të bëjmë mbasi mbaron darka, por ka të bëjë masandaj dhe nga ana e sjelljes tonë dhe çfarë duhet të bëjë një vëlla për të ngrënë në Pashkën. Dhe maj mend që motra masandaj pyeste kohë më përpara, vëlla, po kush mund të haj Pashkën? E thotë Eksodi 12, kush mund të haj Pashkën? Në ato vargje shprehet ajo besëlidhja e Abrahamit. Kush mund të haj Pashkën? Siç Mesia e mbajti dhe hengri me apostujt e tij, Pashkën e Atit të tij. Guzoni thot në këtë rast, dhe se do bijeni në prova të ndryshme, që në këtë rast thot prova e besimit tuaj që është shumë i çmuar nga ari që prishet edhe pse provohet me zjarr, lavdjatit. Përse? Sepse provat është prova e besimit që atë që fola pak më përpara, as nuk e kisha parë shkrimin. Testi i zjarrit, rafinimi që ati bën, në këtë rast nëpërmjet çfarë? Nëpërmjet strukturës që ai lejon apo shkakton në jetën tonë, apo stafat për të ditur çfarë kemi ne në zemër, a kemi besim ndaj tij apo jo. Ka filluar me besim, do mbaroj me besim, vëlla motrë, se nuk mund të praktikosh urdhrimet e Atit nëse nuk beson. Sot vëllezërit e motrat nuk mbajnë urdhrimet e tij sepse nuk besojnë që urdhrimet e tij janë të përjetshme, që Mesia i praktikoi, që shkrimi na thotë që është një besëlidhje e përjetshme, po të shikosh Levitiku 23, janë të gjitha të përjetshme. Sot vetë besimtari i bën të përkohshme, ishin për një farë kohe. Çfarë thot shkrimi? Çfarë tha Mesia në Mateu 4:4? Që të rojnë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Ajo fjalë që del nga goja e Elohim që ishte shkruar në Levitiku 8:3. Ato shkrime i kemi, çfarë Mesia na këshillon pa filluar ministrinë e tij, vëlla motër, duke na thënë, duke na instruktuar, duke na drejtuar, duke na sensibilizuar dhe treguar si mund të rrezosh Satanin në jetën tënde. Dhe vjen 3, masandaj municione që na jep duke thënë që zbato urdhrimet e Atit, mos e tundo Atin, dhe masandaj thotë që duhet i thuash, masandaj do ta qortosh, do vi momenti që do ta qortosh dhe të ligun, sepse etja jote në atë moment është e drejtë, po thotë, dhe ti duhet ta qortosh. Që ai Satani ta adhuroj Atin, normal që nuk do ta bëj, por ti do t'i tregosh identitetin tënd që ti
qëndron, vlla motër? Ja ta shikojmë ato 3 vargje. Se duhet i shikosh, vlla motër. Duhet i shikosh. Ja një moment sa ti gjej. Po, lavdjatit, okej. Lutem atë vlla motë që kesh arritur deri këtu duke dëgjuar mësimin në YouTube, tani këtu ku po dëgjon, sepse është e nevojshme. Është e nevojshme për jetën tënde, e them me plot për ulje që ti të mirë shiftrohesh, sepse shumë herë, mësandaj, dëgjohen mësimet 10 minutat e para, dëgjoj deri në fund vlla motër. Dëgjoj deri në fund, ka një strukturë të mirë që për të dëgjuar deri në fund, që të kuptosh vërtet harmoninë në ndërthurjen e shkrimit që të punoj thellë në zemrën tënde për shpëtimin tënd. Ja ku kemi tundimin e parë dhe si u përgjigj Mesia dhe ku ishte shkruar vlla motër. Ja ku e ke. E që është në kontekst me atë testimin lavdimit të tia, e kemi që na thotë të vetë Kefa, që ati po e bën këtë se po ju teston. Po ju teston. Ndërkohë, ja e shikojmë. Tundusi, Satani ju afrua dhe nëse je biri Elohim, thuaj që këta gurë të bëhen bukë. Dhe Satani do vi vlla motë në të largojë nga urdhrimet e Atit në atë momentin më të dobët të jetës tënde. Në atë dyshimin që ti ke në atë moment, aty do filloj të godasi. Në atë, si thua, momentin e mishit që mendja mishore nuk do të zbatoj ligjin e Atit, do vi masandaj për të thënë që ta s'ka gjë, largo, mos e dëgjoj të vllajin. Largo prej atij. Ai është i afër apo jo? Apo vetëm ato gjëra predikon, do të filloj me lloj farash. Mos e lejo vlla motër, kemi marr vite studimi për të shikuar Mesian e vërtetë. Vite studimi të fjalës së Tij. Se kam frikë atin tim. Njeriu duhet të rrojë në këtë rast me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Dhe ku ishte shkruar vlla motër? Sepse ata është shkruar, thot, kur ai do të vijë në parë, ti do t'i thuash që në këtë rast do t'i tregosh dhe me anë të sjelljes, jo vetëm me deklarimin thot, por ti duhet ta tregosh që ti thot sepse njeriu nuk rron vetëm në këtë rast, nuk e ka fjalën vetëm për deklarimin vlla motër, siç e kanë marrë thot denominacionet. Po të deklaroj fjalën jam në rregull. Njeriu duhet të rrojë. E ka fjala rron, është pjesë e karakterit të jetesës së tij, është pjesë e stilit të jetesës së tij që ai duhet të eci, do ta praktikojë çdo fjalë që del nga goja e Elohim, që ishte shkruar në ligji për të rirët e 3, siç e shikon të nënvizuar. Dhe Ati në këtë rast me popullin e tij çfarë bëri? Bëri që në këtë rast të uli kokën e tyre, të provonin urinë, i ushqeu me mana që ata nuk i njinin as etrit e tyre, me qëllim që çfarë? Me qëllim që ata të kuptonin vlla motër. Testimi i zemrës. Që ata të merrin një dëshmi në zemrën e tyre. Ata të kuptonin, të merrin kuptueshmërinë, njohjen e vërtetë të Atit. Lavdimit të Tij. Po më vjen në zemër ishte një varg që pas sot, le ta shikojmë atë varg. Ishte në Fjalët e Urta 2. Lavdjatit. Thank you Father. Faleminderit të Atë. Në Fjalët e Urta 2. Njohja. Ishte mbushur. Fjalët e Urta 2 vlla motër. Fjalët e Urta 2 ishte mbushur ai shkrim. Dhe është konteksti që kemi, është ndërthurur shkrimi. Kudo që të shkosh vlla motër, do përplasesh me shkrimin e Atit, me të vërtetën e Tij. Puna është që a do ta pranojmë neve.
Nuk ke nga jamban, vëlla motër. Do përplasesh me të vërtetën e Atit. Tani po e dëgjon prej meje, ka mënyra strukturat e Atit që do vinë në jetën tënde. Puna është nëse ti do zbatosh urdhrimet e Tij kur ai po vjen për të trokitur siç po e bën në këtë moment në jetën tënde. Sepse dëshiron, gëzon që të ecësh në rrugën e përsoshmërisë, të ecësh në urdhrimet e Tij, të nderosh gjakun e beslidhjes me anë të sjelljes tonë, vëlla motër. Prandaj Hebrejt 10 e flasin hapurazi që nuk mund të shkelim ligjin e Atit vazhdimisht sepse është mëkat me dashje. Nderojmë gjakun e beslidhjes me të cilin na futi lavdërimet e Tij. Proverba 2 po theshim. Duhet të kem postuar, më falni, ndoshta e kishim në Po, lavdiatit e kisha këtuja. Okej. Se ishte përkthimi tamam, siç King James thotë. Jo se është vetëm King James, vëlla motër, është i vetmi. Janë përkthime të tjera që kanë bërë në anglisht, lavdiatit që janë përkthime të mira që duhen shikuar çfarë është, sepse nga King James ka filluar gjithë idhujtaria Easter me emrin, që është vetëm përkthimi i vetmi përkthimi King James që ka vënë fjalën Easter në vepra 12:4. Po të shikosh të gjitha përkthimet e tjera kanë fjalën Passover në anglisht, që do thotë Pashkën. Por vëlla motër, duhet të kuptosh që përkthimet që janë bërë gjatë kohës janë bërë nga njerëz që kanë patur teologji të mësimet e tyre, besimet e tyre dhe kanë përkthyer Biblën sipas strukturës që ata besonin. Shumë prej tyre që kanë përkthyer Biblën nuk besonin që ligji i urdhrimet e Atit janë aktiv për asamblejën e përkishën sot që Mesia praktikoi për 33 vjet. Prandaj ke vendosjen në ditën e parë të javës apo fjalën Easter në anglisht apo gjëra të tilla që janë futur dhe hequr shkrimin sipas mendjes mishore. Ta njerëz kanë patur strukturën e tyre të besimit dhe e kanë sjellë ndaj shkrimit. Prandaj të duhet fryma e shenjtë, prandaj të duhet në këtë rast njerëz që kanë shkuar përpara që të mësojnë harmoninë e shkrimit, në qoftë se ke një zemër. Por Romakëve 8 ta thot hapurazi cila është ajo zemër. Dhe ne të shikojmë zemrën që shprehet në fjalë të urta 2. Birim, bija ime me pak fjalë. Këtu kemi të bëjmë po flet, Ati po flet nëpërmjet situash në atë anën figurative të urtësisë të personifikuar si në kuptimin e një personi që po flet, është nga ana kontekstuale, si thua teologjike e interpretimit të vërtetë të shkrimit, kemi të bëjmë me urtësinë e personifikuar, që urtësia në këtë rast ishte një person, në këtë rast po e bën si gruaja në këtë rast, por kemi Atin që po flet nëpërmjet fjalës së Tij. Birim thotë në rast se pranon fjalët e mia. Okej, cilat fjalë? Dhe i ruan urdhrimet e mia brenda teje. Ja ku kemi fjalën e Atit, urdhrimet e Tij që ne duhet i ruajmë në zemër, në qendër të zemrës tënde. Duhet i ruajmë, thotë në fjalët e Uta 7:12, ti ruajmë si bebja syve tonë dhe ti ruajmë asandaj në qendër të zemrës tonë. Dhe ja ku kemi brenda vetes tonë, thotë brenda në zemrën tënde. Duke vënë veshin urtësisë dhe duke e prirur zemrën ndaj kuptueshmërisë. Lavdiatit. Dhe në rast se kërkon me ngulm njohurinë e fjalëve të Tija, të urdhrimeve të Tija, vëlla motër. Dhe ngrej zërin për të siguruar kuptueshmëri, sepse kuptueshmëria ishte duke vënë veshin fjalëve dhe urdhrimeve të Atit. Ti thot po e ngren zërin, thot po e kërkon, thot me ngulm të marrësh njohurinë dhe kuptueshmërinë që vjen nëpërmjet urdhrimeve të mia, fjalëve të mia, që jemi në fjalë të urta, akoma nuk kemi beslidhje të re. Ka fjalën për ligjin e Tij të përsosur, Toran e Tij, që jep kuptueshmëri, që jep njohuri.
Në rast se kërkon si argjendi dhe fillon të gërmosh si një thesar të fshehur, ligjin tim thot, atëre do të kuptosh frikën e Jahue dhe ke për të gjetur kuptimin njohurinë e Elohim. Ja ku kemi, me qëllim që ti të kuptosh, me qëllim që ti të marrësh njohurinë, urtësinë, në qoftë se pranon. Shiko si fillon fjalë të urta, megjithëse thot urtësia, thot zeri atit bërtet në rrugë, thot deri kur thot në fjalë të urta një. Deri kur o ju të thjeshtë do të refuzoni thot urtësinë, thot kuptueshmërinë. Dhe fillon me pranimin, thot, në qoftë se fillon fillimisht duhet i pranosh, pastaj duhet të vesh veshin. Në këtë rast duhet ta kthesh veshin thot ndaj urdhrimeve të mia. I pranove thot, okay, e di që janë të vërteta, janë të përjetshme, mas asaj thot veri veshin thot tash përqendrohu thot vere veshin ndaj urtësisë që ato urdhërime fjalët e mia sjellin. Duke masandaj thot vazhdon e dëgjove me vesh thot masandaj zemra duhet vjen në funksion. Zemra jote duhet të viret në funksione ka fjalën. I pranove, me bure veshin, u përqendrove thot, masandaj duhet që zemrën tënde në këtë rast ta nxitësh ndaj kuptueshmërisë që fjalët e mia, urdhrimet e mia japin, sepse janë prej urtësisë time. Do të japin kuptueshmërinë në jetën tënde ti praktikosh në ditën tënde të përditshme. Sepse fjala ime, thot ai ligji tim për sosu që është i vërtetë, në Psalmin 119, është llambë në këmbën tënde dhe është dritë në shtegun tënd. Do disi të ecësh e ka fjalën vlla motër. Mbaroj municionin e parë që pam në vargun e parë. Pastaj thot po, thot vjen prap. Në rast se prap thot ngulmon, tani kemi një strukturë tjetër vlla motër. Kemi një ecje tjetër. Ti thot duhet të ngulmosh thot në ligjin tim, duhet të jesh thot duhet të ngulmosh dita e natës. Dhe vazhdimisht duhet ta ngresh zerin tënd thot për të siguruar kuptueshmërinë, thot do të jepet kuptueshmëria si ti praktikosh të urdhërimet her pas here thot sepse ti po ngulmon në zemrën tënde për të kuptuar ndaj kuptueshmërisë. Që masandaj duke kuptuar ato urdhrime do të jenë thot çfarë? Do të jenë thot bekim në jetën tënde. Do të bekoj unë thot sepse ti ke pranuar, ke kthyer veshin, fillim u përqendrove, zemra jote tani është e fokusuar me prioritet për të kuptuar urdhrimet e mia, gjithashtu po ngulmon, po ngre zerin tënd, gjithashtu po i thot dhe vëllezërit e motrave, që dhe ata të sigurojnë kuptueshmërinë e tyre thot, dhe biles thot, le të shkojmë pak më tej se përmendet fjala në rast se, 3 herë është përmendur vëlla motër, 1 herë, 2 herë dhe 3 herë. Po të them diçka tjetër, atëre urdhrimet e mia do t'i kërkosh si argjendi thotë dhe do të jenë për ty si një thesar i fshehur thotë që ti po ngulmon për t'i marrë, për t'i ditur, për t'i kuptuar, për t'i praktikuar thotë. Atëre nëse ke bërë të gjitha këto, atëre do të kuptosh thotë frikën e Jahue dhe ke për të gjetur kuptimin, njohurinë e Elohim. Ja ku është për kufizimi vëlla motër i frikës së Jahue që themi. Kjo është fillimi i urtësisë. Sepse ke vënë veshin urtësisë. Zemrës tënde në këtë rast e ke pozicionuar duke prirur zemrën tënde ndaj kuptueshmërisë së karakterit të pësosur të Atit. Le ta shikojmë atë vargun e Psalmin 119. Le ta shikojmë atë vargun. Se kemi për frikën e Atit Jahue, që është fillimi i urtësisë. Zanafilla urtësisë. Zanafilla fillimi themi apo jo.
është fillimi i rrugës tonë. Biles, shkrimi, shkruesi po e përcakton që është fillimi, vëlla motër. Është fillimi në rrugën tonë. Ja ta shikojmë. Psalmin 111. Kemi të bëjmë me frikën e Atit Jahve që pak më përpara fjalët e urta e përkufizuan apo jo. Frika e Jahve është zanafilla e urtësisë. E di pse është zanafilla, sepse ti fillimisht çari pranove fjalët e mia, urdhërimet e mia, dhe pastaj vure veshin u fokusove për të dëgjuar fjalën, urdhërimet e mia, dhe kjo përcakton për ty urtësi, është zanafilla e urtësisë. Dhe kuptueshmëri të madhe kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhërimet e tija. Përse? Sepse zemrën e kishin të prirur ndaj zbatimit të urdhërimeve të Atit, dhe ata gjetën kuptueshmërinë. Gjetën kuptueshmërinë e madhe. E ngritën zërin e tyre për të siguruar kuptueshmërinë. Më vjen në zemër ari dhe argjendi në këtë rast, nëse neve do ta kërkonim fjalët e Atit, urdhrimet e tija, festat e tija, sabatin e tija, le ta shikojmë atë në kontekstin që po flisnim në para Kefës 1, në para Pjetrit. Nuk e dia, ishte këtu, po e pash diku tani më kalovi. Ishte ari, po, ari, sprova e besimit. Po, është konteksti tjetër. Vëlla motër, ai shikon shkrimin që është në harmoni, kemi fjalët e urta që flasin për urdhrimet, fjalët e tija, festat e tija, kemi zbatimin në praktikë të urdhrimeve të tija për të fituar kuptueshmëri të madhe, duke qenë që është zanafilla urtësisë. Në këtë mënyrë çfarë kemi përkufizuar frikën, konceptin, përkufizimin e frikës së Atit Jahve. Dhe kjo është të kesh frikë Atin në të rast kur kthen në pranon fjalët, urdhrimet e tija, mësandaj kthen veshin ndaj urtësisë, sepse ajo urtësia vërtet në rrugë që ti të zbatosh urdhrimet e Atit, zemërurti i pranon urdhrimet e tija. Por fjalamani budalla do të rrëzohet. Fjalët e urta 10, 9. Zemërurti, ai në këtë rast e ka kthyer veshin ndaj urdhrimeve të Atit. Është zemërurtë, prej virgjëreshat e urta. Përse hyrën në qytetin? Sepse dera u mbyll. Cila derë? A nuk e pamë? Porta e qytetit u mbyll. Sa shqetësuese janë shkrimet, vëlla motër, në zemrat tona. Unë lutem Atit që fryma në këtë moment të bindi zemrën tënde. Për të ecur në praktikën urdhrimet e Atit që mesia praktikovi. Dhe të më thuash, apo ti vëlla që je në drejtim, që këto 2 vargje që shikon në ekranin tënd janë e hequr, atëre si do kuptojmë frikën e Atit Jahve që të ecim në dritën e atij ligji, që ligji i tij është dritë, fjalët e urta 6:23. Si do kuptojmë në këtë rast njohurinë e karakterit të Atit, si do sigurojmë kuptueshmërinë, si do fillojmë të kemi urtësinë. Lutem Atit që do vazhdoj të trokas në zemrën tënde derisa Mesia në këtë rast derisa i të kthehet. Derisa të kem frymë, do ngulmoj në zemrën tënde. Për ju drejtues më tepër që vajtoj dhe shumë herë e ngrej pak zërin, sepse vëlla nuk është praktike pëlqyeshme përpara Atit. Mjafton të shikojmë konceptet themelore, bazë. Në qoftë se thot themelet e të drejtit thot janë rrëzuar, çfarë mund të bëhet thot shkrimi? Themelet që ke përpara në ekranin tënd. I drejti që ecën drejtësisht në urdhrime në festat e Atit. Luka 1:5-6. Kemi prindit e Gjon Pakzorit që ecnin pa njolla, pa të meta, drejtësisht sepse zbatonin ligjet, urdhrimet e Atit. Abrahami besoi Atit dhe ju llogarit për drejtësi, masandaj si e shprehu atë drejtësinë?
Zanafilla 26 e thot, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit për duke qenë pa njolla. Mere përmendim këtë varg dhe e themi për uljen, konteksti i për uljes. Por përse në Mateu 5, vargu 19, Mesia po na këshillon që duhet të zbatojmë ligjin e Atit dhe për të qenë më të mëdhenj apo më të vegjël në mbretërinë e Tij. Dhe ka fjalën për ata që zbatojnë urdhrimet, ligjin e Atit dhe thyen këto urdhrime më të vogla, thot do të jenë më të vegjël në mbretërinë e qejve, për ata që i zbatojnë, i praktikojnë dhe i mësojnë të tjerëve të gjitha urdhrimet e Atit, masandaj thot ata do të jenë më të mëdhenj në mbretërinë e qejve. Por këtu po fletë që kur ata që kanë hequr, çfarë ndodh me ata? Ata që nuk do ta dinë për ligjin e Atit? Ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qejve, thot. 5 vrigjeresha të budallashka. Në zemër urti pranon urdhrimet e Atit. Zemër urti, 5 vrigjereshat e urta që ishin vaj në llambën e tyre, llamba. Urdhrimi është një llambë dhe ligji është një dritë. Fjalë të urta 6:23. Urdhrimi është një llambë në kemën tonë, kush? Ligji i Atit është një llambë në kemën tonë, është dritë në shtegun tonë, sepse ligji i Tij është dritë. Di si ecën vëlla motër. Llamba ka dritën e kufizuar, por çdo urdhrim që ti mban në hapa tende, në këtë rast po ecën në dritën e atij ligjit. Avash. Shtegu në këtë rast është i gjatë, por të duhen urdhrimet e tij her pas here që të ecësh në ligj, në këtë rast në atë shtegun e dritës, që është ligji që është dritë, me anë të urdhrimeve të atij ligji. Flisnim për sprovën e besimit, që sprova e besimit, ati testoni që ose do zbatojmë urdhrimet e Tij, sapo e pamë, e folëm, zemra tonë provohet me zjarr, me çfarë zjarri vëlla motër? Me situatat që neve kemi gjatë kohës që ndodhin sepse neve kemi shkelur urdhrimet e Tij dhe duhet të jenë për mësimin tonë, duhet të jenë nga ajo qortimi që na vjen nga Ati nëpërmjet situatave që kalojmë, ajo është rafinimi. Që ne të kthehemi me zemër ndaj Tij. Shumë prej jush që keni vazhduar të më dëgjoni, Ati fillovi që me kohë të trokiste në zemrat tuaja. Që kur fillovi në këtë rast, ministria jonë, duhet ishit këtuja të dëgjonit për urdhrimeve, të mësonit për urdhrimeve të Atit, por dëgjoni mësues në këtë rast të rejmë, që nuk do t'ja din për ligjin e Atit. A nuk e pam pak më përpara vëlla motër, a nuk të bint me fjala? Frika Jahues si ndodh? Apo Psalmi 110 është hequr, fjalët e urta 2 janë hequr. Fjalët e urta gjatë, gjitha fjalët e urta, urtësia e Atit është hequr, që flet vetëm për praktikën e urdhërimeve të Atit, fesave të Tij, që të bën ty dhe mua të urtë për të hyrë në portat e qytetit, duke na dhënë zbulesa 22 prap urdhërimet e Atit. Atit më ndihmoj. Më japi mëshirë dhe hir për të deklaruar fjalën e Tij. Urdhrimet e Tij. Kombi ton në emër të Jeshua Zoat. Halleluja. Halleluja, Baba. Që testohet, provohet me anë të zjarrit që të dalë për lëvdim, lavdërimi i vërtetë të vëlla motër. Adhurimi i vërtetë në frymë dhe në të vërtetë është nëpërmjet urdhërimeve të Atit. Si mund të thuash ti që unë po e lavdëroj Atin me këngë dhe masandaj shkelim ligjin e Tij? Nuk përben logjikën e pastër, nuk përben një logjikë të mirë, nuk ka kuptim ajo gjë në jetën tënde.
Unë po ve këngën, po e adhuroj, masandaj po mbaj predikime, po mbaj takime, po bëj gjëra dhe pastaj nuk dua t'ia di për ligjin e tij. Vlla e motër, pendohu se nuk janë rrugët e mira në atë mënyrë. Është një frymë rebele. Lavdërimi i vërtetë ndodh me anë të urdhërimeve të Atit në festat e tija, se po ecën në drejtsinë e tija. Praktikimi i drejtësisë që para Gjoni 2:29 na thotë një person që është i rilindur praktikon drejtësinë në urdhrimet ligjin e tija. Ka një kohë vëlla motë, nuk e vend dyshim, ka një proces. Më falni, që ndodh në jetën tonë, transformimi vjen nëpërmjet urdhrimeve, se ecim në rrugën e ngushtë të drejtë të Atit. Ashtu ndodh transformimi. Na e tha Psalmi 19:7. Transformimi në ligjin e tij të përsosur, sepse e bën të urtë njeriu e thjeshtë. Ndërkohë në fjalë të urta një, urtësia bërtiste në rrugë atyre të thjeshtëve. Ka plot struktura të thjeshta sot janë vazhdojnë në asamblejën e tija, barbotës, në kishën e tija. Ndërkohë Ati na flet që t'jemi të urtë, më tepër se i ligu, dhe në të rast të ngrihesh më tepër se i ligu kur zbaton urdhrimet e tija, sepse Mesia vetë të tha shembullin vëlla motër në Mateu 4, si ishte Mesia i urtë duke na thënë, duke na këshilluar në të njëjtën gjë, siç ai eci në urdhrimet e Atit, festat e tija biblike, në Levitiku 23 që i praktikovi dhe na tha në këtë rast në shkretë të tjerë ku Satani erdhi të tundonte, që në këtë rast pse erdhi të tundonte vëlla motër? Po të kishte rënë Mesia ti, mendon se do ishte një sakrificë e përsosur? Por e zbatoi urdhrimet e Atit të gjitha lavdiatit, derisa vdiq dhe masandaj Ati ringjalli, dhe Hebrejnë të 5 thonë që ai e mori atë lavdi me anë të bindjes që shprehu. Me anë të bindjes e mori vëlla motër, tregoi Atit që në këtë rast unë të dua, zbatoj urdhrimet tënde, dhe ju lut me lot që ai ta ringjate. Hebrejnë të 5 thonë hapurazi. Me flas për ju vëllezër që jeni në drejtim. Shikoj në këtë rast Hebrejnë të 5, dhe ndoshta mund ta hedhim shkrimin. Ndoshta po hedhim në ekran. Vetë për kryefytyrinë e tija, lavdiatit të përsosur, që nga vargu 7. Ja ta shikojmë zyrën e tija të kryefytyrisë së përsosur që lavdiatit zvendësovi zyrën e korruptuar, nuk u hoqën ligjet, nuk u hoqën urdhrimet e Atit, sepse zyra ishte korruptuar. Hiqet kushtetuta në vendin tonë, vëlla, apo motër, sepse një president është i korruptuar, ai do largohet, do vi një tjetër që do zbatoj të njëjtën kushtetutë. Ky është konteksti i hebrejve që po flet për kryefytyrinë në këtë rast çfarë ndodhi më përpara, ata nuk u bindën, e shkelën beslidhjen që Ati kishte dhënë dhe nuk u bindën Atit. Kushtetuta ngeli është e përjetshme. Zyra në këtë rast u ndryshua, në këtë rast erdhi një kryeminist, erdhi një president tjetër, ky tani lavdiatit, kryepriftit tonë, mbretit tonë, Mesia Jashua është i përsosur. Ky është konteksti që po flet shkrimi. Në atë praktikën që ti mund ta kuptosh çfarë ndodhi nëpërmjet beslidhjes që Ati beri më përpara, që masandaj gjatë viteve u korruptua mbas Aronit dhe të tjerëve, por erdhi masandaj Mesia Jashua që praktikovi urdhrimet e Atit dhe në këtë rast Ati në këtë rast e ringjalli, e beri të përsosur, sepse ai eci në ligjin e tij të përsosur vëlla e motër. Kushtetuta qëndron në një vend dhe se ndryshohen zyrat e kryeministrave apo të presidentit, në këtë rast mbretit, që kemi mbretin Jashua Mesia,
Shpresoj që kjo analogji, kjo shëmbulltyrë të ketë punuar në zemrën tënde për ta kuptuar çfarë ndodhi me urdhrimet e Atit, që Mesia nuk erdhi ta anullonte kushtetutën e Atit, kur zgjidhet një president i ri, nuk e heq kushtetutën e një vendi apo jo. Ai, masandaj, çfarë ndodh? Do qëndroi nëpërmjet asaj kushtetute. Ndërkohë Ati thotë në Ligji për 19 që mbreti që zgjidheshe duhet të shkruante një kopje të ligjit të përsosur të Torasë së Atit, që ta mbante për veten e tij, sepse dhe ai do të mësonte popullit, ta drejtonte popullin. Gjë që do të bëj një president sot, por çfarë strukture sot ke? Kur janë larguar nga ligji i Atit, kur një vend në këtë rast ka refuzuar ligjin e Atit, që një komb themelohet me anë të drejtësisë, thon psalmet, do kesh kaos, do kesh paudhësi, do kesh palishmëri, do kesh rebelin. Dhe pastaj hyn në funksion profecitë e Atit, që në çfarë ka thënë në bestidhjen e tij të përsosur, që në ligje për të rirë masandaj apo Levitiku 26 apo ligje për të rirë 28, 29, 30, që hyn në funksion sepse janë profetik akoma. Janë në funksion, janë aktiv. Duke folur për Mesian Jashua, thotë, ai në ditët e tij të mishit të tij, kur ishte në trup njeriu, në mishin e tij, me klithma të larta dhe me lot i ofroi lutje dhe përgjërime, urata atij kujt? Atit, që mund ta shpëtonte nga vdekja. Ju lut që ta shpëtonte nga vdekja, vëlla motër. A nuk do të bëjmë neve të njëjtën gjë? A nuk do të kemi në frikën e Jahve që është fillimi i urtësisë, që të praktikojmë urdhrimet e Atit, që masandaj ai të na shpëtoj nga vdekja e përjetshme, nga të na rilindi. Dhe u dëgjua. Përse u dëgjua? Mesia u dëgjua ndaj Atit për shkak të frikës së tij. Sepse kishte kuptuar çfarë? Frikën e Jahve, që në këtë rast është me anë të zbatimit të urdhrimeve. Ai ishte pranuar Atin e tij, urdhrimet e tij, kishte kthyer veshin ndaj urtësisë së Atit, zemrën e tij kishte kthyer ndaj tij dhe ngulmonte, qëndronte i tunduar në të gjitha pikat, po asnjë mëkat nuk e shkeli urdhrimet e Atit, duke qenë që mëkati është shkelja e urdhrimeve, Levitiku 4:2. Dhe mëkati është shkelja e ligjit të tij, para Gjonit 3:4, që po thoshte Levitikun 4:2, vëlla motër. U dëgjua për shkak të frikës, në këtë rast sepse nderoi, zbatonte urdhrimet e tij, dhe se ishte bir, mësoi të ishte i bindur. Mësoi të praktikonte urdhrimet e Atit, dhe se kishte situata që ai pësovi. Prandaj po na fliste lavdiatit që për testimin Kefa Pietri në letra e parë e tij, që thoshte në këtë rast mos u dëshpëroni, thot, sepse keni provat e besimit të juve, po ndodh sepse po provoheni, po testoheni nga situatat. Të njëjtë gjë, Mesia u testua nga situatat që kishte, nga konfrontimet që kishte në rrugët e Izraelit, dhe nga gjërat që ai pësoi, ai vazhdoi dhe ishte në këtë rast në mësim të vazhdueshëm që të mësonte karakterin e përsosur të Atit dhe vazhdoi të ishte i bindur ndaj urdhrimeve të tij. Dhe si u bë i përkryer, këtu e ka fjalën, si u ringjall përsosmëria që vjen në atë ringjalljen, trupi hynor, ai masandaj tregon më tej, vargu tregon që u bë veprojnësi, autori i shpëtimit të përjetshëm, të amshuar, për të gjitha ata që i binden. Për këtë grup personash ishte veprojnësi i shpëtimit. Gjoni 3:36, masandaj në kontekstin e njëjtë, kush nuk i bindet
të birit, sepse i biri erdhi na jepte fjalën e Atit, urdhrimet e tija, erdhi për të mësuar ligjin e Atit të përsosur në mënyrën si duhet të praktikuar, sepse çfarë? Gjeti një zyrë të korruptuar të farisejve që kishin anulluar urdhrimet e Atit me traditat e etërve të tyre. Konteksti i thjeshtë. Autori i shpëtimit veprojnë si shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që do t'i binden. Po t'i binden Atit, normal që po i bindesh dhe Mesias. Duke qenë i shpallur, masandaj tregon për zyrën e tij që gëzoi me anë të bindjes, kryeprifti tonë, qëndron të djathtën e Atit, thot kryeprifti i Elohim sipas rendit të Melkisedekut. Tregon që në këtë rast ai nuk doli nga rendi i Aronit, por që rendi i Melkisedekut, priftëria ishte përmbi rendin e levitive. Si çdo jetë në 1000 vjeçari. Do instruktoi levitit, bitë Zadokut, që qëndruan besnik ndaj Atit. Në atë 1000 vjeçarin, Hezekiel 40-48 kapitujt e thon për atë tempull që duhet jetë aktiv në 1000 vjeçarin. Jo këtë që po ndërtojnë në hebrejnë të institutit i tempullit, vëlla motër. Kjo është një profeci që do përmbushet, nuk ka të bëjë fare me Ezekielin. Ky është njeriu që apo ndërtojnë të bëjnë ata. Antimesia, antikrishtit do vendoset masandaj në atë tempull dhe do ndaloj sakrificën që do bëj fillimin e 3-5 vjeçarit të mundimit shtrëngimit të madh, që është një plan në atë çfarë atë ka vendosur dhe kisha dhe bota do jetë këtu prezent për ta shikuar ato 3-5 vjet. Ka një plan që atë ka vendosur në profecitë e tija, do t'i flasim eksodin që do ndodhi në këtë rast në shkallë botërore për të shkuar në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Do shkojmë mbasi të jemi shkëputur mbas mundimit të madh, vëlla motër. Ka akoma grupa personash që do ta shikojnë Mesian, besimtarë që do ta shikojnë në mbretin e lavdisë kur të vijë në rreth e qellit. Me engjëjt për të gjykuar botën. Mbretërit në luftën e Armagedon që flitet në pllajën e Josafatit në Izrael. Vazhdojmë të mbarojmë në parë Pjetrit 1, lavdjatit. Deri thotë në lavdin e zbulesës së Jashua Mesias, thotë këtër të sprovë besimi, këtër të sfida që Satani po bën në jetën tënde për të shkelur ligjin e Atit, e ka bërë me shumë që ka mbajtur, thotë, ka verbuar, të tjerë që nuk duan të praktikojnë, thotë, sepse nuk duan me zemrën e tyre. Jo sepse nuk kanë zgjidhjen e lirë për të thyer në urdhrimet e Atit, thotë, por ka verbuar mendjet e atyre që në këtë rast nuk duan të zbatojnë urdhrimet e Atit. Janë në mendje mishore. Megjithëse thotë Mesian Jashua nuk e keni parë, po ju e doni, e duam. Si e do Mesian, si ecën ndaj tij, si ecën ndaj gjurmëve, praktikon, imiton Mesian, çfarë praktikoi ai, vëlla motër. Shumë e thjeshtë. Duke besuar në te, thot, vazhdimi i besimit tek ai, tek Ati, lavdiat. Megjithëse tani nuk e shihni dhe ngazëlloni nga një hare e patreshgueshme dhe lavdishme, duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpërtimin e shpirtrave. Trupinor po flet, të shpëtohemi jetën e përjetshme në atë ditë. Për këtë shpëtim, le të shkojmë pak më tej. Për këtë shpëtim, kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan për hirin për ju, thotë. Duke kërkuar të njohnin kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Mesias që ishte në ta. Fryma e Atit. Fryma e Atit që ishte në ta. Të njëjtën frymë kishte, thotë, prandaj thotë fryma e Mesias kishte të njëjtën frymë. Profetët profetizuan për ju. Për kë kishte fjalën? Po e fliste hebrejve në vargjet e para, ai pamë që po e fliste të zgjedhurve. Të zgjedhurve. Që ishin shpërndarë, i hebrejtë që ishin shpërndarë në Azinë, në Turqinë e sotme, që është Azia atëre, Azia e vogël dhe e madhe.
do i fliste ebrejve. Që kjo, në këtë rast, ky lajm i mirë, kjo për to kohora që ju po jetoni kishte fjalën, këtë hirin që në këtë rast do vinte, për juve thotë, ata kërkuan të njohin kohët dhe rrethanat që tregonte thot fryma e Atit, që kishte edhe Mesia thot, që ishte në ta thot, që dëshmonte që më përpara për vuajtjet që do vinin thot për mbi Mesian dhe për lavdimet që do pasonin. Ishte fjalën për kohët e fundit që çfarë do kalonte Mesia dhe pastaj edhe shtrëngimin e madh, turbulimet në këta që ne do kalojmë thot. Dhe atyre ju zbulua se ata i administronin jo për veten, thot, profetëve thot ju zbulua, se ata nuk i kishin për veten, thot, por ato gjëra ishin në këtë rast profetizuar për ne. Që ato gjëra që po i rufen tani, nga ata thot ju janë predikuar, ju kanë predikuar lajmin e mirë, ungjillin që themi, lajmin e mirë të mbretërisë që po vjen, qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, mbretërinë e tija, me anë të frymës së shenjtë të dërguar nga qielli. Dhe vëlla motër, kur flasim për shkëputjen mbas shtrëngimit të madh, po ne do hiqemi një moment për në qiell, por nuk do qëndrojmë në qiell, masandaj edhe në një hapësirë që nuk dihet apo të gjitha këto përkufizime të përgjithshme që kanë zaptuar masandaj asamblejën e kishën e Atit me filozofi greko-romane, ndërkohë Ati flet për detaje. Flet për qytetin e tij që i zemër urti do trashëgoj tokën, zemër buti do banoj tokën. Tokën. Qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, Ati është në qiell, do ta shikojmë, do kemi shikojmë Atin tonë si trupin e tij që ka në këtë rast, ka një trup ynor, lavdi Ati se na krijoi neve në shëmbulltyrën e tij. Janë disa koncepte të thjeshta që gjatë kohës kemi këshillat e Nicejës, Laodicejës filluan të deklaronin në vitet 300 të krijimit të sekteve, të kulteve të ndryshme në atë kohë, filluan të futnin doktrinat e rreme, trinitete dhe pashka nuk praktikohet më, tani neve mbajmë dy gjëra të vogla, sabati nuk na duhet më, kemi të dielën. Të gjitha këto gjëra u thanë në ato vite vëlla motër. Ka prova, mjafton të kërkosh në kohën e internetit i shikon çfarë ndodhi në ato deklarime. Dhe masandaj të vërtetë normal që besimtarët e vërtetë u përndoqën. Duhet të zgjidhnin. Oti nënshtroheshin Konstantinit dhe çfarë pasuan më vonë me katolik ortodoksë që krijuan strukturat e tyre. Ose do ndishnin në këtë rast Mesian jude, ose do ndishnin një Krisht që apostët nuk ishin praktikuar, nuk ishin predikuar. Ai katolik ortodoksu, ai anulloi çdo gjë. Ai anulloi Mesian sipas tyre i vërteti anulloi karakterin e Atit, urdhrimet e tij. Ndërkohë na flet hapurazi. Mateu 4:4, Mateu 5, akoma nuk kemi fillimin e ministrisë së tij. Dhe po na drejton gjithmonë në karakterin e përsosur t'i bindemi Atit. Ta duam Atin. Si do ta duash Atin? Ligji për të rirë 6 të fillon me zbatimin e urdhrimeve. Masandaj në vargu 4, shpreh që ta duam dhe të lejmë një trashëgimi dhe t'ia mësojmë fëmijëve tanë ligjin, urdhrimet e Atit. Gjëra që engjëjt tani thot për këto kohë e fundit, profecitë e fundit, të cilat engjëjt dëshirojnë të vëzhgojnë, thot, por nuk është dhënë. Na është dhënë thot neve me anë të frymës së shenjtë, lavdi Atit, dhe është lajmi i mirë i mbretërisë, po Mesia u ringjall në ditën e tretë, është fillimi i atij lajmi të mirë, por nuk mbaron aty. Nuk mbaron aty siç kanë vazhduar të ngelemi vetëm me u ringjall në ditën e tretë. Dhe pastaj si do ecësh, si do gëzosh mbretërinë? S'ka gjë, besim, po patë besim tash mbulon dhe mëkatin. Vërtet, besimi mbulon ka mëkatin. Besimi në këtë rast mbulon ecjen tonë, çfarë do të bëjmë, çfarë do të shërbejmë, çfarë do të praktikojmë. Besimi reflekton ecjen tonë, çfarë po praktikojmë, ai është besimi i vërtet apo i rrejmë? Romakëve 8. Ke besimin e mendjes mishore,
ke besimin e zemrës që i nënshtrohet ligjit. Prandaj thot apostulli Kefa, thot prandaj ngjisheni hijet e mendjes suaj dhe rini zgjuar dhe mbani shpresë të plotën në hirin që do të vijë mbi ju në zbulesën e Jashua Mesias, kur ai të shfaqet si bij të çfarë? Të besimit vetëm? Si bij të bindur, dhe po e fliste 12 fisëve të Izraelit, Kefa, mos ju përshtatini lakmive të mëparshme, idhujtarisë të mëparshme, mësimeve të reme, që masandaj thot në 2 Pjetrit 3, thot shtrembrojnë dhe shkrimet, ligjin e shtrembrojnë, thot për humbjen e tyre. Let mos jetë kjo pjesa juaj, mos i ndiqni ata mësues, thot, sepse thot në qoftë se nuk flasin sipas dëshmisë dhe sipas kësaj fjale të ligjit në Ishaja 8:20, ashtu sepse nuk ka dritë në ta. Por sa përket juve, thot, ju duhet të jeni të bindur, thot, si bij të bindur. Të jeni imitues të kujt? Si bij të dashur, të jeni imitues të Atit Elohim, Efesianët 5:1. Të jeni të bindur ndaj urdhrimeve të Atit, që Mesia praktikoi, jo urdhrimeve të njerëzve, traditave të njerëzve, praktikave pagane, kalendarin pagan, që sot ka kisha kalendarin e botës, Ati ka kalendarin e tij të veçuar, të shenjtë, të vëlla motër. E se kam folur gjithmonë, nëse do të mësohesh në kalendarin e vërtet, në urdhrimet të Atit, në festat e tija që Mesia praktikoi. Nuk praktikovi Mesia festat katolike, mbajti festat biblike. Mos përshtatemi lakmit e mëparshme kur ishin në padijen tuaj, thot, por ashtu si një i shenjtë ai që ju thiri, kush? Ati, ju thiri që ju të jeni të shenjtë në të gjithë sjelljen tuaj. Ku e ka thënë Ati që të jemi të shenjtë? Sepse është shkruar apo jo? A nuk është shkruar, po thotë? Apostulli po thotë, sepse është shkruar që ju jeni të veçuar, të shenjtë, siç unë jam i shenjtë, i veçuar. Fjala do thotë i veçuar, i ndarë. Ku ishte shkruar, vëlla motër? Levitiku flet për beslidhjen, Levitiku 19 dhe vargje më tej, ja i shikojmë bashkë. Të jemi të veçuar. Ja ku ke Levitiku 11. Sepse çfarë? Unë jam Jahve Elohimi juaj, beslidhja që Ati beri me ta, që tani na përket dhe neve, kur Kefa Petri po thot letrat që ishin për ta, për Izraelin dhe neve, kemi në Bibël dhe i lexojmë se janë dhe për neve, sepse jemi në të njëjtën beslidhje, jemi të njëjtën kontratë, me të njëjtën atë, me të njëjtën frymë, me të njëjtën Mesia që u lind në Izrael, në këtë rast me një emër hebre, nga nëna e tij Miriam. Nuk flasim për katoliko-paganët, me çdo lloj strukture që kanë anulluar, me reformistët që vazhduan me të njëjtën gjë. Ai është njeriu, traditat pagane, traditat e njerëzve. Flasim për Atin Jahve Elohimin tonë që na krijoi, na dha Mesian, hebreun, dhe na thotë që ne duhet të veçohemi, të shenjtërohemi, pra dhe të jemi të veçantë, të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Masandaj thotë, mos u infektoni me anë të tyre kafshëve të papastra që zvarriten mbi tokë. Ja ku ke Levitiku 11 flet për ngrënien pastër të ushqimeve, të kafshëve që mund të hash apo jo. Sepse thot unë jam Jahve që ju beri të dilni nga vendi i Egjiptit për të qenë Elohimi juaj, pra jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Atë që Kefa Pjetri po na thoshte. Lakmitë. Ka të bëjë me gjendjen e zemrës, vëlla e motër, që po adreson, që mos i përshtateni thot lakmive të mëparshme të mishit tuaj. Dhe nuk ka gjithmonë që ka fajin Satani. Gjithmonë ja lën fajin atia. Ka lakmi mishit tënd që do të bëj disa gjëra, nuk do t'i nështrohesh ligjit të Atit, Remakve 8:7. Por Ati të thërrejt, në këtë rast në kontratë, në beslidhjen që ta nderosh, që atë beslidhje që sapo e pamë të shkruar në Levitiku, në
profetët, lavdiatit, që flitet për të qenë të veçuar në sjelljen, të jemi të shenjtë në sjelljen tonë, gjendja e zemrës që Mesia erdhi të adresonte në farisintë dhe vazhdon të adresojë në 7 kishat e tija, që neve jemi pjesë tani, që janë aktive, por prandaj kemi mësime të reme, ato 7 kisha ishin vetëm për atere. Tani, se qarë bëhet, se qarë kishe jemi tani neve, sepse këto gjëra që po e dëgjon vëlla motër mendojnë pastorët sot, që ato 7 kisha ishin për atere, masandaj neve jemi shkëputur, ne nuk kemi me pjesë. Ti që ke shkëputur, duke ecur në paligjshmëri, në paudhësinë e shkeljes së ligjit, dhe i përmendim asandaj si përmendte ai pastori që tani unë ecë me te. Si ecën me Mesian? Si ecën me Mesian? Duke shkelur ligjin e Atit, që ai nuk e beri, Mesia nuk e beri, ai i praktikovi në përsosmëri, na la një shembull, na la një gjurmë, unë po ecë në frymë. Ecë me frymë si? Ta thotë Romakëve 8, ecja në frymë kush janë bitë e tia që nderojnë beslidhjen, ata që janë të rilindur që zbatojnë drejtsinë dhe praktikojnë urdhrimet e Atit. Nëse i përmendim ato, kam thënë gjithmonë vëlla motër, mos u tërhiq nga deklarime boshe të përkufizime të përgjithshme. Ja, do lexojmë shkrimin, do lutemi, ke parë lutjen, principet e lutjes? Ne fjalët e urta 28, që ai që kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin dhe lutja e tij është një gjë e nevritshme përpara Atit, veshin e tija që kthen gjetiu, ndërkohë Ati po thotë që duhet ta vëm veshin ndaj urdhrimeve, festave të tija, fjalës së tija, zemra jonë të ruaj urdhrimet e tija, të praktikojmë, të zbatojmë urdhrimet e tija, që do na japi një kuptueshmëri të madhe, duke qenë që frika e Jahve në këtë rast është zanafilla e urtësisë. Po mundohem vëlla motër, po mundohem në zemrën tënde, me plot sinqeritet, kudo që po më dëgjon, nga çdo vend i botës për ne vëllezërit e motrat në shqiptar. Po mundohem që të sjellim urtësinë e shkrimit, hyrja tënde në përjetësinë, qytetin e ri që nuk të janë tenë. Atë lutem o atë në emër të Jashuas, o atë lutem atë që fjala jote o atë të kenë penetruar në zemrat tona. Ti na urdhëron dhe na komandon që neve të ecim në urtësinë, në kuptueshmërinë tënde, të ecim në fjalën, urdhrimet tënde. Lutem atë që të veprosh në zemrat tona kjo fjalë që të mbillet o atë, fjala jote, ligji tënd i përsosur që ti na këshillon të mos jemi vetëm dëgjues, po berës, të ngulmojmë në ligjin e përsosur, që të na japësh lirinë, të na japësh përjetësinë, si the që duke zbatuar urdhrimet tënde do të kemi akses ndaj pemës së jetës dhe hyrje në portat e qytetit tënd, apelës tënde që ti ke përgatitur në qiellin e tretë. Lutem atë që të vazhdosh o atë të trokasë në zemrat tona, në zemrat e vëllezërve motra në Shqipëri dhe kudo që ata po e dëgjojnë, që të jemi të veçuar, të ndarë nga kjo Babiloni, nga këto manipulime, nga gënjeshtrat e Satanit që kanë hyrë brenda në asamblejnë tënde, në kishën tënde, të jemi të veçuar, të shenjtë o atë, sepse ligji tënd është i mirë, i drejtë dhe i shenjtë, karakteri tënd është i veçuar, siç ti je i shenjtë. Në emër të Jashuas o atë lutem. Amen. Amen, vëlla motër. Në zemra qanë. Do vazhdojmë, do ngulmojmë. Në emër të Jashuas. Shpërndaje, bëj një like, një koment, vëlla motër. Gëzon zemrën tonë, bën punën e ungjilltarit. Në emër të Jashuas. Haleluja. Shalom, shalom. Olger Spahi nga Zeri Mesias. Do dëgjojmë sërish.